Banorët e fshatrave Kalivaç, Dunic dhe Gurabardh kanë protestuar këtë të hënë për bllokimin e rrugës hyrëse të fshatit të tyre, madje kanë bllokuar për disa minuta dhe aksi nacional Qukës Qafë-Ploç. Banorët thonë se firma që ka zbatuar projektin ka lënë një tjetër kalim për fshatrat ku ata jetojnë, por rrit distancën me 3 kilometër me fshatin Kalivaç dhe akoma më shumë me fshatrat e tjerë. Jemi këtu te firma ekzistuese që mbaroi asfaltin do të zë rrugën. Edhe ne pandaj kemi dalë një javë përpara, që harriti dhe mësot, edhe s'ka pse të zilet rruga këtu. Se shturp, nësë jasë logjike një. Si sa pengoneve të ashtë, se po vladec këtu ishtë qerekore. Në qofë se ne të vem në fshatin për Kozhan, e do vima vete në gjysmore, edhe njerë këthimi vete një orë. I bie një loj se kur të ne të kim proptisht, që a thanë pradec. Unë kam qenë edhe sykre plak, më përpara të ashtë nuk jam, kam majtu në bashkja sa herë për rrugën këtu, që mos ziret, se që ka mundësi që mos ziret, të hapet thande më te. Edhe pa këtu, edhe ka shpam një dhëndër, zadja, vek dhe zadja. Blokojmi si fshatit, na ekin si fshat, na ekin farit, na marin, na qojnë poshtë. Ske, dhe të vinë, neve nuk na ka bërë njët, na vinje preta i bashkisët, na vinje i komunës të Trebinjës, bit na bërë njët, na fshtjeldi si fshati jemi, qar havli kini, qar problemi kini, nuk na ka i ras njeri. Nuk e rrugë e rëzishme, ja, duket këtu 100 metro, ajo që është shofer ditë ta ashtu mirë. Ati është më keq se këtu, ati ku e kanë në më keq se këtu. Pasaj këta kure projektuan këtë rrugë, si projektuan këtë rrugë, si pas qefit të tyre, këtu është një fshat, është një komunitet. Kjo rrugë ka vite këtu që është. Si e zangeti rrugën, ata duan e në përara aty në rrugë, jo vetëm këtu në fshat. Nga ana tjetër, administratori i njësisë administrative Trebinj, Ilir Muço, tha se deri në gjetjen e një zgjidhje nga ana e firmës ndërtuese të këtij aksi, rruga hyrëse e vjetër nuk do të bllokohet me trafik ndarse. I vend këtu ku kërkojnë këta nuk bëhet. O do bëhet më djathtas ose më majtas. Se këtu është burim aksidenti, është kthejse dy fisht, pa u bërë rruga tjetër nuk do mbyllet. Banorët deri para ndërtimit të rrugës Qukës Qafë-Ploç kanë komunikuar me njësitë të tjera administrative, si dhe qytetin e Pogradecit nëpërmjet këtij aksi të vjetër rrugor.